Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Bëni subscribe. Sot është e mërkur, data është 4, muaj është i 2, viti 2026. Miqtë mi, sot më kanë pëlqyer disa ide të shprehura nga politikanëbërësi këtu në Maqedoni. Më kanë pëlqyer sepse ka ardhur mirë për shumë çka, sepse shumë njerëz vuajnë kot e kot ankthim. Një deklaratë e kryeministrit të Maqedonisë, i cili kërkoi nga prokuroria e Republikës së Maqedonisë që një herë për gjithmonë t'i pastroj të gjitha lëndët që i ka edhe në për dosje që urin në për sirtar prokurorisë publike. Të dha në arsëtimin se çka pret nga finalizimi i pasardhësit të procestit i cili është në zgjedhje. Pra, atje ku nuk ka vepër dhe nuk ka prova, lëndët duhet të mbyllen të fshihen. Dhe do dalemi pak më vonë në këtë temë. Po ashtu, Toshkovski sonte sqaroi dilemat rreth parkimit afat shkurtër. Ministri i Brendshëm sqaroi se kamerat nga sistemi qyteti i sigurt nuk sanksionojnë ende ndalesat e shkurtra dhe parkimin e gabuar, pra ndalesat e shkurtra dhe parkimin e gabuar derisa të vendosen sinjalistika dhe protokole të qarta. E dëgjuat. Në ndërkohë, vazhdojnë protestat e nacionalitetit rom në për Maqedoni, lidhur me atë bllokimin apo sekuestrimin, bile dhe konfiskimin e veturave të atyre të cilët nuk kanë leje për vozitje, si dhe nuk e kanë të regjistruara veturën. Në ndërkohë, kryeministri në pyetjen një gazetari se çfarë ndërmerr, ai u bazua në një deklaratë të një protestuesi i cili tha: "Le ta dim qeveria dhe kryeministri se ne do e bëjmë këtë edhe atë", s'është për rëndësi se çka tha, dhe tha i dhash urdhër Toshkovskit në mëngjes sot që të merr masa të rreptave të kundërvihet deklaratë të tilla, të dërgojnë në gjykatë. Okej, nuk është okej. Bujar Osmani është në Washington dhe ishte në Capitol Hill. Ka dhënë një deklaratë mjaft interesante. Vërtet ishte mjaft interesante deklarata sepse atje, kur duhet të japësh deklaratën, unë kam qenë në Washington DC, por në Capitol Hill jo. Kam qenë për diçka tjetër. Në një fjalim të mbajtur në Capitol Hill, në Kongresin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Bujar Osmani ngriti alarmin për zhvillimet e fundit në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se përpjekjet për të minuar marrëveshjet që kanë garantuar stabilitetin e rajonit, përfshirë marrëveshjen e Ohrit, përbëjnë rrezik serioz edhe për sigurinë e përgjithshme. Osmani tha se sot presioni nuk ushtrohet më vetëm me mjete ushtarake, por edhe nëpërmes narrativave politike dhe institucione, duke përmendur konkretisht rolin e gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut si pjesë e një klime që mund të shojë drejt të destabilizimit. Ai nënvizoi se Ballkani Perëndimor tashmë është pjesë e hapësirës së konkurrencës strategjike dhe se integrimi rajonal, infrastruktura dhe bashkëpunimi politik janë elemente kyçe të parandalimit modern. Në këtë kontekst, Osmani përmend edhe iniciativën e Korridorit 8, cilën e cilësoi si projekt sigurie për krahun jugor të NATO-s. Në fund ai apeloi që rajoni të mos trajtohet vetëm si hapësirë për menaxhimin e krizave, por si investim strategjik në arkitekturën euroatlantike të sigurisë, duke paralajmëruar se ignorimi i këtyre zhvillimeve sot mund të prodhojë pasojë serioze në të ardhmen. Pra, akuzë rënd, gjykata kushtetuese në Republikën e Maqedonisë së Veriut rrezikon stabilitetin e tërë Ballkanit Perëndimor, tha. Dhe në bazë të asaj se si ka vepruar kohët e fundit lidhur me disa ligje dhe heqjen e disa gjërave që kanë të bëjnë hudhjen e anësh të disa kërkesave nga palët shqiptare, derisa ashtu është. Qëndro Bujar. Qëndro, sepse Mickovski ka një rregull, thotë, ke fakte po në prokurorin, ndërsa ai ende nuk ka fakte. Mickovski e tha sot në një konferencë për shtyp diku në Maqedoni se unë nuk di gjë ende për 5 tonshin. Një gazetar tha si ka kaluar nëpër kufirin e Maqedonisë, ai u drejtua, se kush tha se ka kaluar. Thonë është këtë diçka, por në fund të gjin dhe tha, unë do të pres që organet e hetuesisë ta bëjnë të veten e pastaj do shohim, do marrim masa. Okej. Ajo e cila thash më ka pëlqyer është mjaft edhe deklarata e Mickovskit se më në fund prokuroria si mjet shantazhi, unë e them këtë, pasi Mickovski kërkon pastrim total. Miqtë mi, a e dini se shumë dërmarrje, shumë personalitete, shumë njerëz, shumë familjar vuajnë ankthin e prokurorisë. Dikush nga fqinje, dikush nga shokët, dikush që ka ditur në një dobësi, i ka paraqitur me letra anonime në prokurori. Dhe prokuroria, jo 1-2, po me vite të tëra, me dekada të tëra, i ruan në
tavolinë apo nën tavolinë dhe dikë kushtozon, ndrohen, kushtëzimet vazhdojnë, lënda nuk përfundon në gjykatë asnjëherë. Kërkesa e kryeministit Kristian Mickovski për hapjen e të gjitha lëndëve të mbajtura në sirtarët e prokurorisë është mos e justifikuar. Unë e them, për vite me radhë, prokuroria publike ka funksionuar si mekanizëm shantazhi, duke mbajtur pengdosje ndaj firmave dhe personalitetet të caktuara, jo për të bërë drejtësi, por të përdorur sipas nevojës politike. Mickovski kërkon fundin e kësaj praktike kriminale institucionale. Çdo dokument i fshehur të dalë në dritë, çdo rast të jetohet. Aty ku nuk ka vepër penale, lëndet të mbillen më njëherë, aty ku ka prova raste të formohen dhe dorëzohen në gjykatë. Drejtësia nuk mund të vazhdojë të qëndrojë në sirtarët dhe të përdoret si mjet presioni nga prokuroria. Dhe tha, nga kryeprokurori i pres të jetë mbrojtësi së drejtës dhe jo bashkëpunëtori i pazareve politike, duke bërë të qartë Mickovski se epoka e drejtësisë selektive duhet të marrë fund. Por çfarë po ndodh institucionalisht? Drejtësia në sirtarë është krim institucional. Kjo është botërisht. Deklarata e kryeministit Kristian Mickovski për hapjen e gjitha lëndëve të mbajtura në sirtarët e prokurorisë nuk është presion politik, por kërkesë minimale për funksionimin e shtetit së drejtës. Kurdo se të fshihen, nuk kemi drejtësi të vënuar, por drejtësi të manipuluar. Unë ndaj moment. Për vite me radhë, prokuroria publike ka toleruar ose ushqyer një sistem ku rastet penale mbahen pezull për të shërbyer si mjet presioni ndaj firmave, biznesmenëve dhe figurave publike. Kjo nuk është pakëdijsi institucionale, por abuzimi drejt për drejt me pushtetin, sirtari është bërë gjykat, ndërsa prokuroria arbitër politik. Shumë kushtëzime ka pasur, më kanë thënë, gjatë gjithë kësaj kohës nga viti 2000 e këndej edhe për ish anëtar të UÇK-s, shumë kushtëzime. Kërkesa është e thjeshtë dhe e matshme. Çdo lëndë të hapet, aty ku nuk ka vepër penale dhe prova rasti të mbyllet. S'ka çkarima ndosja në sirtar aty dhe hape, çele, mshele, bëni punët e veta, shko. Aty mendoj nga prokuroria. Aty ku përgjithësi në Maqedoni, aty ku ka elemente penale, dosja të shkojnë në gjykatë, vendimi nuk duhet të marrë as politik, as prokurori në errësirë, por gjykata në procedura të hapur aty. Çdo gjë tjetër është farsë juridike. Nëse kryeprokurori i vazhdon praktikën e fshehjes dhe selektivitetit, atëherë nuk kemi ndryshime, por riciklim të njëjtit sistem të kalur. Drejtësia selektive është po aq e rrezikshme sa mos ndëshkimi, sepse krijon frikë, hershje dhe nënshtrim. Prandaj thirrja e Mickovski duhet lexuar si ultimatum institucional. Ose drejtësia del nga sirtarët, ose shteti pranon zyrtarisht se ligji përdoret si mjet shantazhi. Mes këtyre opsione nuk ka zonë gri, pra. Hiqni nga sirtarët apo nga fiokat qisto shqip. Okej. Shohim se si do reagojnë, pra. Unë më në fund e kam pëlqyer çka të ndim. Pastroni njëri për gjithmonë. Jo, vjen LSDM-ja, përdor fiokat. Vjen BDI-ja, përdor fiokat për shqiptarët. Vjen VMR-ja, përdor edhe për shqiptarët, edhe për LSDM-n, edhe për njerëzit e vet kontra. Është kohë e fundit që të pastrohet njëri për gjithmonë prokuroria publike me sirtar të bllokuar. Nuk është bash ashtu siç thon edhe Mickovski, se ai përzihet këtu drejt presidentit. Por ajo që më ka gëzuar është edhe iniciativa e LSDM-s, pra jo LSDM-s, por lidhjes së sindikatave të Maqedonisë, e cila ka kërkuar dhe është drejtuar sot parlamentit me iniciativë private, me cilën pagat e funksionarëve duhet të ulen në 80%. Edhe deputetët janë funksionar. Nëse pranohet iniciativa me cilën kërkojnë që baza për llogaritje të jetë paga minimale, e jo paga mesetare, si tani, funksionarët në vend do të kishin pagë deri 1.000 euro, në vend të 2.000-3.000 euro sa janë tani. Deputetëve japin afat deri të martën që në seancë ta miratohet kjo zgjidhje. Përndryshe thonë se do të mbledhin 10.000 nënshkrime dhe propozuarit i autorizuar vetë do të dorëzojnë ligjet në kuvend. Pra, gjithandej ka vetëm të lashe ky shtet, ndërса ekonomia иницијативата во насока на тоа да и тие, како и работниците, онака како што ги убедуваат работниците дека добро се живее со минимална плата, се измени членот 11 од истиот закон и наместо како досега основица за пресметка на платата на функционерите да биде просечната плата, да биде минималната плата. Дополнително бараме коефициентот на сложеност за утврдување на наместокот на плата и на платите утврдени со овој закон да се намали за 40% или вкупно 80% намалување на платите на функционерите. Ndërkohë funksionarëve kjo nuk u pëlqen, por do shohim se ditën e martë që vjen, përfaqësuesi i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë do e bllokojmë së pari kuvendin e pastaj qeverinë. Hajde do shohim se si do zhvillohen gjërat. Nuk mund të mos ndalemi edhe në atë që quhet vlen. Vleni është në qeveri.
Dhe normale është që gjithë merren me qeverinë, jo me opozitën. Opozita ja, del tash krenarolloga dhe shet mend. Okej, ide e mirë, por veç e parë dhe e dëgjuar. Gjithë romëve komunat apo shtetit t'u paguaj marrjen e patente se janë kategoria dhe më rrezikore. Unë tek pres reagimin e Bashkimit Evropian sepse vërtet si tha një rom, po të mos ishim romët, ju shqiptarët do ishit fundit. Okej, pra vazhdojnë protestat e komunitetit rom gjithandej nëpër Maqedoni. Përfaqësues të mediave, të dashur qytetarë të Çajirit. Sot jemi këtu për të ngritur zërin për një çështje që prek drejt për drejt sportistët, të rinj dhe qytetarët e komunës së Çajirit. Premtimet e parealizuara të kryetarit të komunës. Gjatë fushatës zgjedhore, kryetari i komunës së Çajirit u premtoi sportistëve dhe qytetarëve projekte mallore, të cilat u përfshin edhe në programin zyrtar të tij. Ndërmjetën e rëndësishme dishin: ndërtimi i sallës sportive të Çajir me kapacitet prej 3000 udhëheqësh e pajisur sipas standardeve për dhëna ndërkombëtare. Ndërtimi i 3 fushave multifunksionale në toponin e vjetër, Saatkull dhe Gazibau. Ndërtimi i 3 pishinave publike, si investim për sportin, shëndetin dhe rekreacionin e qytetarëve. Në vend të kësaj, kemi vetëm larje parash, duke orientuar buxhetin në një klub i cili pronoi sa është financues i koalicionit Plan. E po, nuk e di pse çuditni ju të BDI-s, dega e Shkupit. Mangat, gusha, fusha. Pastaj, Izet Mexhiti e di një shprehje si thon Kaçanik, shkruja agës në akull. Te ka pas këtë të shkruara për në akull, ra dielli u shkrini dhe çao gjaci. Do thoshte Vučići. Nuk është okej, por ne vazhdojmë më tepra. Gjithandej vetëm që nuk ka eksploduar Maqedonia. Merrni me mend. Sot u tha edhe ajo se truri i cili është dërguar nga Maqedonia për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i ka kaluar afati gjithë atij muhabeti. E ka nisur prokuroria hetimin për rastin e mostrave të trurit, mirë po, Ministri i Shëndetësisë Aziri nuk beson se të ketë keqpërdorime pasi bëhet fjalë për projekt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe në Amerikë janë njerëzit, ja kemi një ambasadorin amerikan këtu. Kur nuk ka përshkruar atë që është realiteti, asnjëherë nuk ka dalë në teren jashtë Shkupit, përveç se ka qenë pasi kaloi mandati, para se të kaloj mandati një ditë në Dibër. Okej, nuk është okej. A se ka ardhur sa herë privat në Tetove kam parë edhe unë në një vend, është çështje tjetër. Ishte me disa, më thojza, biznismen. Punë e saj. Nuk është punë e saj, por vazhdojmë më tej. Pra, në ndërkohë, mos besoni çdo gjë që shkruan në rrjetet sociale. Mos besoni. Sepse në rrjetet sociale edhe LSDM-ja shkruan, thotë heshtja për konfiskimin e drogës prej 5 tonësh është konfirmim se skandali po arrin deri në majtë e qeverisë. BMR thotë, nëse SDS ka prova për një përfshirje të individëve, nga qeveria me rastin e 5 tonëve drogë duhet t'i paraqesë në prokurorinë publike. Kjo është Maqedonia, pra, ku ende vazhdojnë veturet e viteve 2000-2010 të shiten 5.000 euro, ende vazhdojnë. Dini se janë jashtë shtetit këto. 500 euro maksimumi. 500 euro është maksimumi. Për atë dhe Maqedonia është aty ku është, nuk lëviz një hap më tej, pra. Tetova nuk banon në Maqedoni sipas asaj që quhet investime, pa marrë parasysh se kryetari aktual i komunës së Tetovës mundohet me shminka që të bëjë diçka në thojza kinse po punon, në vërtet veç në të themi jo qeverinë, por në këshillin komunal ka shumë vërejtje për shumë çka. Për çdo gjë gati. Nuk është okej, unë këtu ju përshëndes, dëgjohemi nesër mbrëmë.